kam parë dhe kam dëgjuar prindër ose terapist që i drejtojnë fëmijës duke i thënë: "Më shiko në sy, tu në sy, sa bukur më pe." A duhet bërë kjo me një fëmijë me autizëm? Le ta shpjegoj. Një fëmijë me autizëm proceson informacionin në mënyrën e tij edhe nëse nuk po na sheh në sy. Kontakti me sy që ne kërkojmë që fëmia të bëjë me ne mund t'i jap një parahatim me vetveten, mund të jetë një situatë që e streson. Atëherë çfarë duhet të bëjmë? Duhet të përdorim një gjuhë natyrale dhe ftuese me fëmijën, duke i thënë: "Më shiko çfarë kam, dëgjoj, dua të të them diçka", ose përshkruajmë situatën, si për shembull i themi: "Po iki unë", dhe ai në mënyrë natyrale na sheh duke thënë: "Mirupafshim". Uluni në lartësinë e fëmijës në mënyrë që kontakti me sy të jetë i natyrshëm. Respektoni ritmin e fëmijës dhe interesin e tij për t'ju parë në sy apo jo. Hiqni mendimin që një fëmijë me autizëm nëse nuk na sheh në sy, nuk po na dëgjon dhe nuk po mëson.